Volodymyr Zelensky nga një yll I televizionit u bë presidenti I Ukrainës pas fitores së thellë 2019. Tani, ai është I gatshëm të përballet me një sfidë edhe më të madhe zgjedhore. Ta testojë në votime presidencën e tij, për herë të parë që kur Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës më shumë se 3 vjet më parë. Mes presionit në rritje nga mbështetësit perëndimor, autoritetet ukrainase po përgatisin në heshtje terrenin për mbajtjen e zgjedhjeve të reja, votime që do të testojnë forcën e mbështetjes për Zelenskyn dhe nëse ukrainasit, të lodhur nga lufta, dëshirojnë udhëheqje të re. Zyrtarët kanë mohuar se janë duke punuar në këtë drejtim, duke përmendur argumentet e kamotshme se gjendja e luftës, që është shpallur pak pasi forcat ruse nisën pushtimin në Ukrainës më 2022-shin, pengon mbajtjen e zgjedhjeve. Ne nuk po përgatitemi të mbajmë zgjedhje sepse zgjedhjet në kohë lufte janë të pamundura që të mbahen sipas kushtetutës, ligjeve aktuale dhe arsyes së shëndosh, për shkak të sfidave të sigurisë, tha për shërbimin Ukrainas të Radios Evropa e Lirë Dimitro Lytvin, zëdhënës I zyrës presidenciale. Por, zyrtarët në fakt kanë nisur të planifikojnë detajet dhe të shqyrtojnë aspekte të ndryshme duke nisur nga printimi I fletvotimeve, siguria në qendrat e votimit dhe se si miliona refugjat Ukrainas që jetojnë jashtë vendit të mund të votojnë. Unë shoh se në muajt e fundit ka pasur përgatitje të vërteta për zgjedhje, tha Koshel, kryetari I organizatës jo qeveritare Komuniteti I votuesve të Ukrainës. Ne shohim shumë shenja të aktivitetit në selin zgjedhore, reklama që qarkullojnë në heshtje, miliona fletushka të posaçme informative rreth liderëve të partive, të cilat po shpërndahen. Fushata de facto veç se ka nisur, tha Koshel. Olena Davlikanova, hulumtuese me bazë në Kiev në qendrën për analizat të politikave evropiane në Washington, tha se ka sinjale se partitë politike po përgatiten për votime të reja. Por, ajo tha se zgjedhjet nuk mund të mbahen nëse Rusia nuk pajtohet për një armëpushim. Trupat ruse po avancojnë ngadalë në disa fronte. Një kundërofensiv në vitin 2023 dështoi. Komandantët ushtarak dhe liderët politik po grindën për mënyrën se si të përforcojnë procesin e rekrutimit dhe të mbushin radhët. Oficeri kryesor ushtarak I vendit u largua nga detyra, ashtu si edhe ministri I mbrojtjes. Presidentët e Ukrainës zgjidhen për një mandat 5 vjeçar. Zelensky duhet të kishte kandiduar për rizgjedhje në vitin 2024. Por, zyrtarët qeveritar insistojnë se një zgjidhje e re është e pamundur ligjërisht në gjendjen e jashtëzakonshme të luftës, përmendur këtu edhe pengesat logjistike. Kjo gjë I ka hapur derën kritikave nga jashtë. Putin, I cili ka vënë në pikpyetje edhe ekzistencën e shtetit Ukrainas, e ka akuzuar Zelenskyn se është një president jo legjitim, për shkak të mosmbajtjes së zgjedhjeve. Javën e kaluar ai sugjeroi se I gjithë shteti duhet të vendoset në një qeveri të përkohshme, të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Askujt nuk janë ndjen fare se çfarë thot Putini sepse ligjet ukrainase janë shumë më të qarta. I gjithë pushteti është legjitim derisa të hiqet gjendja e luftës dhe zgjedhjet të mund të organizohen normalisht, tha Davlikanova. Duke folur në një konferencë, Poroshenko tha se Zelensky do të duhej të kishte punuar në një koalicion kombëtar. Në vend të kësaj, ne kemi një përgatitje të çuditshme për zgjedhje, tha ai. Sipas informacioneve që kam, vendimi është marrë për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale sa më shpejt që të jetë mundur pasi të ndahen armiqësitë, tha për Relin Oleski Honcharenko, ligjvënës opozitar. Nëse do të respektojë një marrëveshje armëpushimi e ndërmjetësuar nga SBA-ja, ligji zgjedhor kërkon të paktën 60 ditë që kandidatët të bëjnë fushatën. Nëse fushata do të nisë më 20 prill, siç I ka propozuar Trumpit, presidenti I Finlandës, kjo do të nënkuptonte se zgjedhjet mund të mbaheshin në fillim të korrikut. Por detajet logjistike për organizimin e zgjedhjeve janë masive. Miliona ukrainas janë refugjat në shtete të huaja dhe mundësimi për votimin e tyre paraqet një sfidë të madhe. Sfidë po ashtu është mundësia që ushtarët në frontet e luftës të mund të hedhin votën e tyre.